Plani i paqes me 28 pika i propozuar nga SBA për të dhënë fund luftës në Ukrainë që u bë publik javën e kaluar është bazuar në një dokument autorizuar nga Rusia që ju dorëzua administratës Trump në tetor sipas tre burimeve të njohura me çështjen. Rusët e ndan dokumentin që përshkruante kushtet e Moskës për të dhënë fund luftës me zyrtar të lartë amerikan në mesin e tetorit pas një takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington, than burimet. Dokumenti, një komunikim jo zyrtar, përmbante një gjuhë që qeveria ruse e kishte përdorur më parë në tryezën e negociatave, duke përfshirë lëshime që Ukraina i kishte refuzuar, të tilla si heqja dorë nga një pjesë e konsiderueshme e territorit të saj në lindje. Ky është konfirmimi i parë që dokumenti, ekzistenca e të cilit u raportua fillimisht nga Reuters në tetor, ishte një kontribut kyç në planin e paqes me 28 pika. Nuk është i qartë pse dhe si administrata Trump është mbështetur në dokumentin rus për të ndihmuar në formësimin e planit të saj të paqes. Disa zyrtar të lartë amerikan që e shqyrtuan atë, përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio, besonin se kërkesat e bëra nga Moska do të refuzoheshin menjëherë nga ukrainasit, than burimet. Pas dorëzimit të dokumentit, Rubio zhvilloi një telefonat me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, gjatë të cilës u diskutua dokumenti, than burimet. Plani u hartua të paktën pjesërisht gjatë një takimi mes dhëndrit të Trump, Jared Kushner, të dërguarit special Steve Witkoff dhe Kirill Dmitriev, kreu të një prej fundeve sovrane të pasurisë së Rusisë në Miami muajin e kaluar. Pak njerëz brenda departamentit të shtetit dhe shtëpisë së bardhë u informuan për këtë takim, than dy burime të njohura me çështjen për Reuters. Të martën Bloomberg raportoi se Witkoff i kishte ofruar këshilla ndihmësit të lartë të Kremlinit Yuri Ushakov në lidhje me mënyrën se si Putin duhet të flasë me Trumpin. Sipas transkripteve të telefonatave të siguruara nga agjencia e lajmeve, Ushakov dhe Witkoff aluduan për një plan 20 pikësh të mundshëm që në 14 tetor. Shtrirja e këtij plani, me sa duket u zgjerua gjatë bisedave të mëvonshme me Dmitriev, shtoi Bloomberg.